Rruga jon drejt Bashkimit Evropian për fat të keq është e mbushur me bllokada jo parimore për shkak të cilave vjet në pikpyetje integriteti i vet procesit, ka deklaruar kryeministri Hristijan Mickoski gjatë konferencës së përbashkët me homologun e tij kroat Andrej Plenković, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Maqedoni. Ai tha se shteti nuk ka më hapësirë për lëshime në çështjet e identitetit dhe nëse proceset bilaterale janë ato që duhet ta gjykojnë rrugën evropiane të vendit, atëherë do të bëjnë përpjekje në një mënyrë tjetër. Së bashku me Kroacin e morëm statusin e vendit kandidat, madje besoj se ne edhe disa muaj më herët, së bashku me Kroacin nga ana e KS në vitin 2009 morëm raportin e parë pozitiv për të filluar negociatat. Fatkeqësisht, rruga jon mori një drejtim tjetër, përkatësisht integrimi ynë në BE u shndrua në bilaterizim të atij procesi. Më të rëndësishme u bën çështjet bilaterale se sa kriteret e Kopenhagës, gjë që krijoi shumë frustime tek ne si shqiptar maqedonas, sepse vlerësojmë se prej kohësh e kemi merituar vendin tonë në kuadër të asaj familjeje. Ndërkaq kryeministri kroat Andrej Plenković tha se Kroacia mbetet mbështetëse e fortë dhe vazhdueshme integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Ai vlerësoi se situata aktuale është e padrejtë dhe shprehu gatishmërinë e Zagrebit për të ndihmuar në zhbllokimin e procesit dhe për ta çuar Maqedoninë e Veriut drejt antarësimit në BE. Ju kemi mbështetur që nga dita e parë, më kujtohet fillimi i viteve 2000, kur Kroacia ishte një hap pas jush, sot jemi tashmë 13 vjet antare e Bashkimit Evropian. Nuk ka shembull më të mirë se sa e padrejtë është situata aktuale dhe sa e rëndësishme është që proceset të zhbllokohen dhe të ndërmerren hapa kyç drejt antarësimit. Kroacia do të vazhdojë të ndihmojë në atë proces, si pjesë e natyrshme e marrëdhënieve mes dy vendeve, nga Aleanca në NATO, si dhe reformat që po zbaton Maqedonia e Veriut. Kujtojmë se kancelari gjerman Friedrich Merz në një letër drejtuar së fundmi liderëve të Bashkimit Evropian bëri thirrje për zgjidhje inovative për përshpejtimin e procesit të zgjerimit, duke vendosur fokus të veçantë te Ukraina, por edhe te vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Moldova.